Revolucioni Flamingo ka hyrë në ditën e 18 të protestës, ndërsa një prej zhvillimeve më të fundit ka qenë mënyra organizimit të fjalimeve gjatë tubimeve. Absolutisht në familjen e gjithë secilit prej nesh, nuk ka një gjysh që mund të jetojë me dinjitet vetëm me pensionin e tij. Mbrëmjen e djeshme, fjalimet u mbajtën më së shumti nga studentë, të rinj dhe adoleshentë, duke sjellë një përfaqësim më të gjerë të zërave të rinj në skenën e protestës. Sot, fjalimet u mbajtën nga të moshuar, duke sjellë një tjetër grup mosh në qendër të vëmendjes publike. Pensionistat po vuajnë për bukë e gojës, një pjesë e mirë, jo pak, po një pjesë e mirë, që nuk mori më shumë se 100.000 lekë të vjetrën muaj. Pra, ku do t'i përdorin ato 100.000 lekë? Do i përdorin për ilaçe, për qera shtëpie, për ujë, për drita, për çarë. Organizimi i fjalimeve vijon të mbetet ndër pikat kyçe të protestës, me ndryshime të vazhdueshme në çdo ditë të saj.